Pas një mungese prej më shumë se 3 vjetësh, përfaqësuesit e Ukrainës dhe Rusisë janë rikthyer në tryezën e bisedimeve në një takim të zhvilluar në pallatin e Dolmabahçes, në Stamboll, nën presionin e rritur ndërkombëtar dhe me një rol të shtuar të diplomacisë turke. Raundi i fundit i diskutimeve vjen në një moment vendimtar për të ardhmen e paqes në Evropë. Burime diplomatike raportojnë se takimet janë strukturuar në disa faza duke përfshirë një sesion të parë me zyrtarëve amerikan, ukrainas dhe turq, ndjekur nga takime me pjesëmarrjen e delegacioneve ruse. Pavarësisht sinjaleve për një përparim diplomatik, pritshmëritë janë përmbajtur. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje nuk mund të arrihet pa një takim të drejtpërdrejtë mes tij dhe presidentit rus Vladimir Putin. Nga ana tjetër, Putini refuzoi sfidën e presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky për një përballje personale duke dërguar në Stamboll një delegacion zyrtarësh të nivelit të mesëm. Zelensky reagoi ashpër duke e cilësuar këtë si një shenjë të mungesës së vullnetit të Kremlinit për një zgjidhje të vërtetë. Një delegacion dekorativ nuk sjell paqe, tha ai. Në përgjigje, Moska akuzoi Kievin për krijimin e një show diplomatik duke pretenduar se këto bisedime janë thjesht një vazhdim i atyre që u mbajtën në fillim të luftës në vitin 2022. Gjithashtu në Stamboll, kur kushtet ishin dukshëm të pabarabarta, Rusia vazhdon të kërkojë që Ukraina të heqë dorë nga territori i pushtuar, të tërhiqet nga ambiciet për anëtarësim në NATO dhe të pranojë neutralitetin. Këto kushte janë refuzuar nga Ukraina, që kërkon garanci të qarta sigurie nga fuqitë perëndimore me theks të veçantë tek Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë që forcat ruse kontrollojnë afër 20% të territorit Ukrainas dhe rruga drejt paqes mbetet e pasigurt e mbushur me sfida politike e ushtarake.